Rruga panoramike Shëngjin-Velipoj është drejt përfundimit. Ky investim strategjik për zhvillimin e turizmit, një projekt infrastrukturor me vlerë 3.8 miliard lek, afron përfundimin dhe pritet të sjellë zhvillim të rëndësishëm në fushën e turizmit dhe ekonomisë. Rruga e re shkurton distancën, duke e reduktuar kohën e udhëtimit nga 1 orë e 20 minuta në vetëm 20 minuta. Banorët e zonës shprehen jashtë kamerave të kënaqur me këtë investim, duke theksuar se rruga do të lehtësojë lëvizjen, do të rrisë numrin e turistëve dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e bizneseve lokale. Ky aks panoramik ruan peizazhet natyrore të zonës dhe ofron një rrugë turistike që përshkon pamjen e kaltër të detit, duke lidhur plazhet e Shëngjinit, Ranës së Hedhur, Rojllit dhe lagunën e Vilunit, të cilat do të kthejë zonën një destinacion tërheqës turistik. Investimi ka sjellë një rritje të ndjeshme të vlerës së pronave dhe pritet të nxjisë investime të reja në turizëm dhe hoteleri, duke kontribuar drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të zonës. Rruga Shëngjin-Velipoj është një nga investimet strategjike kryesore për rajonin dhe pamja që ofron do të jetë padyshim një nga perlat e sezonit turistik 2025.